Përpara se të bëj pyetjen tjetër, meqense Frederiku foli për gratë me gjitha vlerësimet, doja të pyesë, të vjen keq që të them Bob Dylan i shqiptar. Unë pyeset, po mendoja duke folur edhe kompozitor. Se ti Bob Dylan kur është Frederik Ndoci. Jo, patjetër, patjetër, nuk e diskutoj. Pa një popull të vogël është një emërtim i madh. Okej, po, qartë. Pa njoft Bob Dylan mu do ishte kënë shumë i lumtur. Mendoj atë. Kantautor, kompozitor, instrumentist, solist, vokalist, edhe aktor. Edhe aktor. Prandaj thash që nuk ka bërë poezi. Ke bërë dhe poezi? 360, ë? Po. Më fal, po 360 poezi është sa krijimtaria e ndonjë shkrimtari, çfarë thonë, e ndonjë poeti, si shumë poezi edhe janë botuar, sepse janë disa gjëra, disa kështu fenomene, pse kënon burri? Pse? Se nuk qanë dot. Sa e bukur. E bukur kjo. Nëpërmjet këngës ai mundohet me kallëzuar të shpirtin që po i qanë, aq është tamam. Që dinna, jo ai që thot fjalët edhe. Cila është kënga që që ke qarë, po ke qarë, tamam. Pra që nuk qajet dot, le ta themi dhe e the aty e plaset e kënga gjithë. Tash unë ta thash parë për shemb Tokë e diellit. Okej. Po të them tekstin ty. Bus kaltërsis, ja një shelk thon seloton. Pran bukuris, ja një yll, rrin dhe andron. Në çdo ujvar Karelet, era vjen në shkon. Në çdo shqipojnë, kush jeton. Për liria, nëse kishin. E bukur. Është thik me dy presa. Fjala liri, lind një botën ndryshon, dhe në çdo kohë mi jeton. O tokë e diellit, ku i ke pranverët. Pastaj ne për ne ishim disë numera, vra. Se morën vesh çmin parta në Shqipëri e lasaj. Çfarë morën? Po pse morën? Ishte thik me dy presa. Po ta shohësh tekstin ti, si është liu këtë tekst para në diktaturë mu thanë, është thik me dy presëm? Absolutisht. Absolutisht. Megjithatë ndodhi nuk të rrezikoj kjo. Jo, ishte punë, ishim ka nga autorë këta, por ishin thik e thon bukur. Saqi aso kohë drejtori më thoshte mu, më thuje o Shqipëri. Jo Tokë e diellit. Okej. Edhe unë prap po e thash. Pastaj më thash gjithmonë Tokë e diellit tanë kohën edhe e thonë pse ta harro tash për çfarë ndrum se hajt okay. Se do të gjizojmë ta bëjmë se bon atje. Doja të ndalesha pak, më falë, Gonzo, do ta kemi një tjetër. Po ti them tjetër. Gjitha këngët e mia janë me domethënie, kanë një fabul. Po. Për shembull Bitë e liris. Jo, ti mos më pyet pse der lot. Diku në takim nuk shkoi dashuria. Rivran Romeon, Rivran Julietën, Rivran. Mimërin e dim se do fitoj dashuria. Sytë e bukur kudo, i ka rinia, por ja, diku kërkojnë t'ja verbojnë. Ajo vetëm me dy gishta ngritur lart, në atë heshje që kumbon. Në botë kërkon veç demokraci. Liri zjarri ëndrës, liri gjuhë e nënës, liri krahi ëndrës, në çdo gjuhë të kuptojnë vetëm në shqipjo. Libertà, liberté. A qanë burri, pra, thash, aty ku devlot burri kënon. E vërtetë. Për atë lirinë e munguar. Metaforë e bukur. Shumë metaforë e bukur. Shumë e bukur. Po, doja të ndalesha pak se edhe Eurovisioni ka qenë edhe është gjithmonë një tematikë shumë e diskutuar në Shqipëri. Si zhonër. Kënga ime ishte gjithmonë prap ajo pjesa që thot diçka. Po, e drejtë, shumë e drejtë. Dikur për të mos ardhur kurrë, e ktheva shpinën dhe hodha një gur, kështu bënin pellazgët kur iknin nga një shpellë që kishte shumë sëmundje. Mo duk se jeta mori nur, sa shumeca nuk nala kurrë. Fantastike. Mirë në guri gjeta dhe prandaj nga erdha ktheva gjoksin. Mira njerëz për lotun një gur kërkonin. Kthema Zot, kthema mallin që ma morë kur më nise larg. Pra ka i dëmë. Fal ma Zot është apo është pjesë e refrenit dytë pastaj. Apo kthema. Kthema mallin që ma morin kur më nise larg. Pra e ka kishte një domethënie që për Europën ishte utopi, për ato organizatorë që janë LGDB. Atje ishte utopia ajo. Në vendin e 17 në mos gaboj. Jo, renditja mas votës popullore gjithë. Jo, po i referohem atij votimit që është ai shumë i diskutuar. Po.
I 17 po ka Sa i dalë. drejt është ky Eurovisioni se Ajde ka... me marta janë peshore që na kanë ardhur. Ne jemi një popull që thash kur kalon elefanti që kalon i qime, a kthehet me pa si popull i vogël jemi në botë. Ne po bëjmë shumë përshtypje sot në botë. Edhe po bëna shumë bumerang për të mirën e atyre që s'na duan, sepse ato po vrasin veten duke cituar që Shqipëria është shprehje gjeografike, diçka ku njerëz me bisht kanë dalë gjithkohës, njerëz kontrabandistë, njerëz mafios. Është racë zgjuar, po më të zgjuarit në botë kanë qenë që kanë bëjë më të këqija në botë kanë qenë në vitet 30, 930 kanë qenë populli që sa thën. Ato tjerë, atë Gjermani. Po. Jemi shumë të përulur. Në Gjermani ka qenë një popull që është ebrej, ata kanë kriju shitjen e fëmijëve, pedofilin, shtëpitë publike, me fjalë shitjen e organeve, janë shit prej tyre. Po ti pse shkove aq larg më punë? Okej. Po pi fiu se. Jo, po të duash hiqi kufjet nëse ke bezdime me qëndlirshëm. Po se s'na ndjen ndryshe. Absolutisht, deta që a fillon për fillimit. Ja ma që më pengon e punës. Okej, super. Dësha mekanike. Super fare atëherë. Pra, në Eurovision, sa duket asnjëherë s'ka qenë drejt për Shqipërinë, ne kemi një lloj përuljeje. Pse duhet me marr pjesën e gazetave? Kjo është pjesë gazetë që po thudi. Do mund të bëhet pak më social. Atë është një përkushtim ose një patente bler nga një grup i caktuar i barazisë gjinore. Okej, jo këtë nuk di të ta them po. Po janë LGTB më atje që kanë mas 6 vjetër që doli ata e blen. Pra është manifestimi më i madh në botë që bojnë ata në një ambient që quhet muzikor. Edhe të organizuar që quhet edhe festival evropian. Pra nëse ti nuk je pjesë si grup shtetier në organizatën e tyre, ti gjithmonë do të renditesh në 15. Nëse ti nuk je vetë gay, do renditesh në 12. Rastia ty të çon edhe në shpallin tënde ose në pjesë sta një në vende pak më ndryshe, plus edhe lobimi. Për shembull, flitet se është lobuar shpesh në festivalet evropiane nga shtetet që janë gjeografikisht të njëjtë. Për shembull, shtetet ruse gjithmonë njëri tjetrit japin 987, 987, e bëjmë në fjalë të japim rusit këtë radhë, japim ku diun Lituanis, pra kështu veprohet. Pastaj shtetet centrale të njëjtën gjë bojnë me Luksemburgu ka marrë 5 herë, se ka kanë Central Europë. Pra e kanë dhënë Francë, kanë dhënë ka 8 pikë më këtë në fund, këtë i pari. Ose 12 pikëshin, po them të fund. Po, kanë Luksemburgu më 5 herë. Pastaj shtetet organizuese që e kanë krijuar në fillim është Anglia, Holanda, Gjermania, Italia, Franca. Ishin 5 shtete që e krijuan në fillim. Po gjithmonë mbetet është njësoj si më shku një futbollist i mall me lujt me këpucë të një futbollisti tjetër në një shtet tjetër. Kështu është ai puna e artistit mall për shembull që merr pjesë në aktivitet. Sa do me keni mirë ti, gjithmonë do të jesh trusninë e atyre. E vërtetë është. Po të them vetëm një fakt që është i vërtetë. Okej. Kur kemi qenë në Helsinki, na bëni përshtypje sepse aty kishte klube që vënin bast. Cila këngë fiton? Në Eurovision. Po. Edhe me kamera, me televizion shqiptar, ka qenë Dot Biba, indierjarin Dot Biba që ka vdek, kameraman edhe gazetar, korridorës të dy, mund të kemi ka një 150 shu klube që vënin baste. Edhe kënga ime ishte restauruar në vend parë, tarkohen, në vend dytë, që mas basteve që ishin në vend, do ta fitoj kjo këngë. Ja ty fol 10 ditë para festivalit. Pra, e dini, do fitoj Brazili, kampionatin botëror, e dini, do të mendoj që Fredriko ndoshta për këtë pastaj luhet me këto si në futboll. Me këto si në futboll. Si thotë Wall Street. Në fjalë as industri që fitojnë diçka, janë crawl down tan ata që janë vu parë për mua. Janë crawl down e ka fituar që po publiku të deshi edhe këtë e tregoj. Ka pasur pulla posta. Ka edhe pull posta, po. Po, interesante shumë. Atje në Suomi, Finland, si quhet ai popull atje. Do shoh aty pulla, po si ka marrë një 20 copë, kushtonin, nuk ka se s'kishe para me marrë më tepër, në vitet torp, me marrë veten. Me marrë veten. Pull posit të gjapu e kam ndrujtur në një 10. Në ashtu, keni edhe këto. Interesante. Po.
Ti fole për gratë dhe gjithë karrierën tënde, unë kam i perceptim mjaft, po them që e ke erosin pjesë të këngës patjetër, se është e dukshme, të filmit, të kinematografisë, të poezisë, të ndjeshmërisë tënde të thellë artistike. Si e ke marrëdhënien me gratë? Se gjithmonë më gëzon emrin jo që është Egon. Për shumë, emri vjetër po pyetet i bën tamam si mos epokës kur ka qenë i pari Egon në botë. Janë pak lashta si pyetje, po çka janë si, po sa leverdiet ka për shembull ton ky artist i mall me di se unë njeriu është i krijuar thash për të dashuruar, për të shumuar. A dën kjo është e para. Po, a ndryshon dashuria nga një fazë e jetës tek një fazë tjetër? Domethënë, është edhe është dhe dashuria një ndjenjë që kalon dhe piqet. Pra, nëse ti dikur shkon dhe plasesh në tokë për një njeri që e do, vras dhe vetën. Tash i do me morë kështu tabu ose eksplorate premet. Njeriu në jetë dashuron 3 herë. Faza e parë është papa. Gjithmonë është trinitëria. Prandaj kanë vënë 3-shin. Ta shoh tashin çfarë faze jam unë. Faza e parë e dashurisë është ajo fulmi në rinë e hershme që vjen edhe nuk të shitet lehtë. Pastaj zhgënjimet. Pastaj vjen një zhgënjime sepse gjithmonë janë 2 vetë që do të jenë do të mesh po patjetër përputhen me njëri tjetrin në filet. Pastaj vjen në dashuria e dytë që është shpesh është pasojë nga mungesa e parës, nga dështimi i parës edhe nisesh nga që je i perceptuar me koshiencë, pra ti tash i materialist. E fillon e interesi jot me materialist për të kapur dytën, për të kapur zogun e fluturum. Edhe ajo dyta është desiluzion. Pastaj vjen një periudhë kohë që ti je pjekur në tanasencet edhe pret se mos ringjallet diçka. Po tashma je i humbur në atë idenë që ti mund ta gjesh më. I humbur në idenë që mund ta gjesh. Mund ta gjesh po, aty ndodh sparkling, edhe shef që ju jeni kriju se s'ka më kohë as ndërçi gabimesh as kur jetë një fazë shumë të pjekur të jetës ku gjithçka bëhet vetëm mohuset. Atë ky do ishte ti më mirë po të ishe në adoleshencën e hershme. Ky njeriu që vetëm mohus. Tash sot për shembull një çift që marton adoleshent del fëmia, ka periudhë që del fëmia dhe ja rrasin njëri tjetrin. Kështu quhet me thënë gjuhën e popullit. Pa ti ja rras min gruas, zemë se kam i punë ashtu gruaja thotë, "Më të merr atë shkon me pikë kafe ose me pa telefon." Pra do të thënë është thjesht nuk dinë që kanë një krijesë në dorë dhe është varet ajo krijesë e ardhmë aty varet nga ty, sa afër i rrin, sa bën për vete. Pa lan fëmin gjysmë të rishtuar. Edhe shpesh fëmia përfundon me një prind. Edhe dëshiron tjetrin, pra nuk janë fatkeqësi. Gjithku i ka ndodh. Pastaj vjen faza e dytë që të thash është pjesa e materialit, si çfarë mund të bëjmë me këtë, kjo është prejardhje, vjen prej kësaj familje si kështu ose Allah ja ka interes se ti ke, pra janë të dy interesa që janë me koshiencë, vjen për materie, materializëm, thjesht pra edhe për atë që është domosdoshmëri që patjetër. Instikti. Kurse faza e tretë tash ti e kupton që edhe nuk ka kohë më me mush dyshekti, me parë, që po duhen ty shneti, që po duhet më tepër të ka falë Zoti, pa fillon kelon rakinë, kelon gjitha gjëra ta zonë, kelon pijen, kelon stupefacentes. Edhe je kot një vegetarian, që po bëu tak ndodhi sparking, atë ti fillon çka ki po gabime të para, çka ki po dytë, çka vërtet, çka kanë 100 herë gabime, ti fillon bosh më precioz. Edhe ti bosh më i mirë i globit. Për atë edhe ajo për ty. Pra është një fazë thellësisht shpirtërore, po flasim. Ju jeni tek dashuria e tretë e jetës tani kam përshtypjen. Po, më kanë që ju jeni matematikën edhe i numëroni. Me logjikë bie që dihet. Jo, po cili mashkull është quhet normal nëse numëron dashuritë ose femrat. Është utopia, është një Jo, e kishte do gabuar të mashkullit në për duken as me kanë impotenta na, si numërojmë numra.
Ata thonë për shembull kam pas 364 në orë, i tham shqyr si s'po vend në pistolet, do thonë sa ke pas. Jo, me fazën e kisha unë, me fazën. Sa dashur ke pas, atë do të hajde thuaj numër me 49 shifra. S'kedi. Pa ne gjithmonë reciprociteti i marrëdhënies shpirtërore është i barabartë, i plotësueshëm. Është si puna kromozomeve, 23-24. Pra nuk e di, njëri ka më shumë pikë, tjetri më pak, por gjithmonë është marrëdhënie ndërsjellë. Pra janë të lumtur në çdo kohë që kalon një çift. Ti s'mund të thuash se dashuria e parë ishte më mirë se e dyta, ose e treta është më mirë se e dytë para, por është ignorancë, gjithsesi kanë fazën e vet. Ku je ti më mirë tek këto? Nuk po krahasojmë. Pra, ku ti e ndjen veten që po gjithmonë kur je më i pjekur, domethënë gjërat ndodhin më me arsye. Ti atë ndodhin pak më instinkt, më pak arsye. Pra unë ta thash këtë se kuptoj, unë thash që kur je në adoleshencë di shumë gjëra. Ti thjesht instinkti bëhet premis. Pastaj e dyta interes. Ne shpar disa nga materialet tuaja dhe aty mes tyre lexova diçka që fliste për adoleshencën. Nuk e kujtoj dot tani eksaktësisht. Po. Ishte një përshkrim për adoleshencën, si thash. Mos është poezi? Nuk di të ta them se mos është në ishte diku aty dhe e lexova që e ruanit mes materialeve. Okay, perhaps janë poezitë mia janë dy po. Ishte ajo ishte me shkronja pak më të mëdha se të tjerat. Oh. Ma sa kanë gjëja dosh me thonë kuj për i larg. Ja bu kështu. Si që ja, mua duhet ma tregoni me ato shkronja se unë nuk e shoh mirë kështu nga larg. Po tjetër do zoti e gjejmë, se po na pelon video. Ja tek. Çfarë është? Tani edhe një herë kjo? Okej. Kjo është një se unë shkruaj shumë se. Adoleshenca është ura magjike midis fëmijërisë së lirë dhe botës komplekse të rriturve. Ajo mbushet me emocionet e para, me sytë e ëndrave që fluturojnë nga mendja drejt yjeve dhe me shpirtin kurioz që kërkon të zbuloj veten. Shumë e bukur. Unë kam shumë ese, nëse më ndiqni në këto mediat sociale që janë sot, unë më tepër mundohem që sepse është një fenomen që thuhet, gjithmonë njerëzit që janë të iluminuar për vete kanë qejf ta përhapin sa më shumë dritë të tjerë.